Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj lajmit propagandues që ka publikuar një medium në Serbi, duke pretenduar se 15 persona shqiptar kanë sulmuar xhandarmerinë serbe në vijën kufitare Kosovë-Serbi, më konkretisht në një bazë ushtarake në territorin e Bujanocit. Osmani tha se një prej mjeteve kryesore që Serbia ka përdorur përgjatë historisë përtej sulmeve me grupe paramilitare terroriste ka qenë edhe propaganda. E para e shtetit të Kosovës u bën thirrje qytetarëve që të konfirmojnë lajmet, sidomos kur burimin e tyre e kanë nga Serbia. Një prej mjeteve kryesore që Serbia e ka përdorur përgjatë historisë është propaganda, shumë e rrezikshme sepse edhe sot, me zhvillime të reja teknologjike, mund të prodhojë gjithçka, që është në formën e luftës së vazhdueshme me mjete jo tradicionale. Përtej sulmeve me grupe paramilitare terroriste, si në rastin e Banjskës, ajo përdor edhe propagandë për të krijuar frikë, provokime, tensione, për të tentuar që të rikthehet dhuna në shtetin ton dhe rajonin ton. I bëj thirrje qytetarëve që të konfirmojnë e rikonfirmojnë lajmet, sidomos kur ato e kanë burimin në Serbi. Ata gënjyen se kinse kanë pasur gjuajtje nga Kosova drejt Serbisë. Keni pa edhe deklaratën e policisë që e ka demantuar këtë pretendim, thot Osmani. Policia e Kosovës ka njoftuar se nuk ka patur asnjë hapje zjarri në drejtim të bazës ushtarake Debela Glava ndaj pjesëtarëve të ushtrisë serbe. Lidhur me informacionin e publikuar në disa media të Serbisë, Policia e Republikës së Kosovës njofton opinionin publik se pretendimet, sipas të cilave një grup i armatosur shqiptarësh ka qelluar duke hapur zjarr drejt pjesëtarëve të ushtrisë serbe pranë bazës së ashtu quajtur Debela Glava, janë dezinformata, të pabazuara dhe nuk korrespondojnë me asnjë informacion zyrtar apo ngjarje të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës së Kosovës. Në bazë të gjitha të dhënave operative, raportimeve nga njësitet policore në terren dhe koordinimit me institucionet e tjera kompetente, nuk është regjistruar asnjë incident i karakterit të pretenduar. Publikimi i informacioneve të tilla të pasakta kontribuon në krijimin e perceptimeve të rreme dhe rritjen e tensioneve të panevojshme në zonat tona kufitare. Policia e Kosovës i siguron qytetarët dhe opinionin publik se situata në zonën kufitare ka qenë dhe vazhdon të mbetet e qetë dhe plotësisht nën kontrollin e autoriteteve. Gjatë realizimit të detyrave të rregullta operacionale gjatë ditës së dieshme, vlen të ceket se njësitet policore kanë arrestuar 4 persona të dyshuar, gjuetar, shtetas të Serbisë, për kalim ilegal të vijës kufitare dhe armbajtje pa leje, të cilat kanë hyrë nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës. Armët dhe municioni i gjetur janë konfiskuar, ndërsa të dyshuarit me vendim të organeve kompetente të drejtësisë janë dërguar në mbajtje konform procedurave ligjore. Mëtej, Policia e Kosovës u bën thirrje mediave që të referohen vetëm në burime të verifikuara dhe të shmangin publikimin e informacionit të pakonfirmuar, i cili mund të ndikojë negativisht në rendin dhe sigurinë publike në vend. Policia e Kosovës nënvizon se mbetet e përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme, zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rendit publik për gjithë qytetarët e Republikës.